Kam sjell recetën e tortës me peta të gatshme dhe çokoladë me një shije unike, përgatitje shumë të shpejtë, ideale për dhurata, për ditëlindje, për festa ndryshme. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Fillimisht përgatisim masën apo kremin për lyerjen e petave të gatshme. Unë kam një paketim, kështu 3/4 në formë rrethore, 320 gram. Paketimin unë e kam blerë kështu në Turqi, mirëpo mund ta bleni çfarë do lloj paketimesh të petave të gatshme për torte, vetëm se e rëndësishme shumë është në këtë recetë, amballazha nuk duhet të hidhet. Pra patjetër duhet jetë kështu në amballazh plastike, në do të na shërbejë shumë, sepse do e bëjmë me çokoladë dhe do del një tortë shumë e bukur. Tash marrim një tenxhere të lloji që nuk nxeh dhe në të shtojmë 600 ml me qosht. Për këto masa të petave të tortës është mjaftueshme kjo sasi e kremit. Shtojmë 4 lugë gjelle me një sheste, përgatisim një krem të trash. Vërtet, përgatitja e kësaj torte është e thjeshtë, e shpejtë, e shijshme. 4 lugë gjelle me miell. Gjys gota 200 ml me sheqer. Një vanilë sheqeri për aromë dhe një vezë. Masën me një tel kuzhine e përzi mirë që një shesta dhe mirë mos të ngelin torta. Përzi mirë më pas vezën zjarrit. Mjaftueshëm kam bërë përzierjen, tash vezë zjarri në temperaturë mesatare e zi masën derisa ajo fillon të zojë, pra përzierja duhet bëhet vazhdimisht. Njëkohësisht dhe do trashet. Masa është trashur, ka filluar që të vlojë, tash është gati të largohet nga zjarri. Tash masën e përgatitur e kalojmë në një tjetër që të ftohet më shpejt kremi. Kështu me një shpakull kuzhine shumë lehtë largohet nga tenxherja. Tash e mbulojna enën me folinë e enit. Mirëpo, folien kështu ja vendosim në brendësi. Lojmë pak hapësirë që të kalojë nxehtësia, që mos zbutet kremi. E lojmë kështu që të ftohet më së paku për 40 minuta. Derisa kremi është në ftohje, ne marrim 200 gram me çokoladë për gatim, ose çokoladë qumshti, i shkrim dhe i lojmë që të ftohen pak, që të bëhen më të trasha, jo të lëngshme plotësisht. Tash e marrim paketimin me petat gatshme dhe e hapim. Tash i largojna petat e tortës, janë shumë të mira. 3/4 është. Dhe në këtë recetë shumë e rëndësishme është amballazha. Marrim çokoladën, siç e cekat, çokolada nuk duhet të jetë e nxehtë dhe e lëngshme plotësisht, duhet lënë që të ftohet, se do e prish amballazhin dhe nuk do të vendoset në të gjithë pjesët e amballazhës nëse është shumë e lëngshme. E kalojmë kështu çokoladën. Dhe marrim dhe kështu nga gjithë anët e amballazhës çokoladën e kalojmë. Kështu mirë, për disa herë e përsërisim këtë mënyrë derisa çokolada të ftohet plotësisht dhe të ngjitet në gjithë anët. Kështu duke e rrotullisur. Dikon për 5-6 minuta do jetë mjaftueshëm rrotullisja. Derisa amballazha me çokoladën të qëndrojë në frigorifer, marrim dhe përgatisim kremin. Kremi është ftohur pak, ja shtojmë një gotë
ml me ujë të ëmbël, hopla, cila patjetër duhet jetë e ftohtë, dhe vetëm se masën e përzi mirë me mikser gjithsa ta fitoj një masë të njëtrajtshme. Dhe ambalazha është gati. Është ngrirë çokolada nga gjithë murët e ambalazhës. Tash marrim nga kremi dhe vendosim kështu tek ambalazha mbi sipërfaqen e çokoladës. E përhapim mirë. Kështu nga gjithë anët mundohem ta bëj përhapjen. Vendosim petën e parë. Shtoj lëng pjeshke që të zbutet, dikon 2 lugë është mjaftueshëm. Përsëri hedhim nga kremi. Shtojmë pak kompot pjeshke, cilin e kam coptu, kështu në copsa të vogla. Mund të shtoni çfarë do lloj kompoti, ose banane, varet, çka ju qëllon në shtëpi, ose pjeshka të freskëta. Mjaftueshëm. Vendosim petën e dytë. Pasi kam renditur gjithë petat tek kallapi, tash e marr kallapin dhe e kthej kështu në një pjatë të rrashtë dhe vendosje në frigorifer të qëndroj për gjithë natën. Torta pasi ka qëndru për gjithë natën në frigorifer, tash mundohu që ta largojna nga plastika, me shumë kujdes, që mos ta prishim formën e çokoladës. E loj pak kështu në ambient rrëdhome të qëndroj. Shumë lehtë largohet, ka qëndruar mjaftueshëm. Ta ndojmë një pjesë dhe ta shihni nga mbrëmsia se si duket torta. Ja, dhe si duket tortja, vërtet ka dalë shumë e mirë. Gjithë jo motra që përgatisni në këtë mënyrë tort me petat gatshme dhe çokoladë, ju bëft mirë, ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.